ka natyra të ndryshme. Kur mund të dallojmë ne si prind kur një fëmijë me të vërtet ka nevojë për hapësirën e vet dhe kur një fëmijë po kalon në një fazë depresive? Tash kjo është një pyetje shumë e zgjuar, sepse prindërit thonë kur duhet me lënë vetë, kur duhet mos me lënë, po. Atëherë, hajde pak ta shikojmë pak punën e personalitetit të fëmijët. Kur fëmiu që nga rritja e vrin që është një fëmijë që është pak më i tërhequr, ndërvepron mjaftueshëm, mirë po ka natyrën e vet që është pak më jo social për nga natyra, na nuk duhet patjetër me stimulu me qenë social sepse kjo është barë për fëmijën. Mirë po, neve na intereson ndryshimi në repertoarin e fëmijës. Nëse diçka ka ndryshuar konsiderueshëm për një muaj radhazi, atëherë presim që këto janë indikatorë ose shenja të hershme të një vështirësie. Nëse na kena pas një konflikt me fëmijën dhe fëmiu thotë po shkojnë në dhomë, jam në rahat, mirë jemi. Është hapësira e tij. Është hapësira e tij. Mirë po nëse fëmiu ka ardhur nga shkolla edhe as nuk han ushqimin dhe shkon drejt në dhomë, atëherë diçka nuk është në rregull. Një mos harroj një fakt shumë të rëndësishëm. Fëmiu ose adoleshenti që është me depresion, kjo vlen edhe për të rriturit, interesimi për higjienën mbje. Ata do t'i veshin rrobat e njëjta për një kohë të gjatë, nuk kujdesen për ambientin që është rrethues, do thotë dhe të gjitha obligime siç është vijimi në shkollë sepse duhet të shkojnë dashëm apo s'dashëm, ata do të shkojnë vetëm sa për të qenë fizikisht dhe për të kthyer. Prindërit thonë që unë po e vrej që ai po lëviz më ngadalë. Ndërkohë që tani përdorimi i smartphone-eve i ka bërë të mundur që të kemi qasjen në çdo informate, ato informata nuk janë gjithmonë të kontrolluara. Që të thotë adoleshentët kur ndjejnë situata me të cilat ballafaqohen që e afektojnë mjeqenjën e tyre emocionale, ata gjithmonë futen dhe lexojnë në rrjetet të ndryshme sociale. Mirë po pa dashur, aty krijohen algoritme të cilat ofrojnë të dhëna të cilat janë vetëm të destinuara për ato informata, që do të thotë ata mund të shkruajnë jam në depresion, për shembull, ose jam në një gjendje ankthi. Tash ato algoritme të cilat krijohen gjithmonë japin vetëm të dhëna për ankthin. Duke sa herë tash e marrin smartphone-in dhe shikojnë, këto algoritme të krijuara japin të dhëna të cilat janë potencialisht negative, jo të kontrolluara, skajshmërisht demotivuese dhe kjo e rrëson kuptimin kognitiv potencialin e tyre për të bërë ndryshimin sepse duke u ekspozuar vazhdimisht ndaj të dhënave të cilat japin këto karakteristika, do thotë krijohet një gjendje pa shpresë, një farë anhedoni emocionale e cila nuk i kontribon pozitivisht mirëqenies së shëndetit mendor ose për të përgjithshme.